Unë kam folur me shumë zyrtar të Bashkimit Evropian në nivele shumë të larta, duke kritikuar SPAK-un dhe drejtësinë. Dhe më thonë, zoti Beleri, keni të drejtë dim, po të heqësh Shqipërinë SPAK-un në këtë moment, nuk i ngelet asgjë. Ju lutemi, mos i bini SPAK-un. Ku është problemi opozitës të punë e drejtësisë? Do më thënë juve, më falë diçka. Do më thënë juve, përfaqësues të Bashkimit Evropian nuk kanë thënë që mos e sulmoni SPAK-un? Po. Se po të heqësh Shqipërinë SPAK-ut, si ngelet asgjë. Unë e sulmoj sepse drejtësia duhet të jetë, siç thashë, e pavarur dhe për mua nuk është. Jo të rastim të gjitha rastet. Dhe nuk shikojmë për mua, në qoftë i bëhet pa drejtësi zonjës Balluku, zoti Beli, apo i bëhet një opozitar, ishte njëjta gjë. Pa drejtësia, siç u thash, pasiguria ligjore është problem për demokracinë. Sot është djesha unë, sot është zoti Beli, nesër mund të jeni ju zoti Tefok. E kisha thënë atëre që e bëj betejën time në Strasburg dhe gjitha instancat e gjykatave në Shqipëri, që të mos bëhet përqendrim. Dhe u bë. Zoti Belia s'kishte bërë gjysmë karate për çështjen time. Ne ortodoksët edhe katolikët kemi një shprehje. Mos pyet kur bien kambanat, por vrapo të ndihmosh. Kambanat bien për të gjithë. Se dini kur bien kambanat në një fshat, o ka rënë zjarr, o ka vdek njeri, o ka përmbytje. Dhe duhet të vëmë të ndihmojmë. Po binin kambanat në Shqipëri, si ligjon të njeri. Tani u ka të gjithëve në det. Për të kthyer të opozita doja të thosha zoti Tjafoku. Që opozita kritikon SPAK-un, zjerë në pak problemet e SPAK-ut, po nuk i jep një zgjidhje, dhe ky është problemi. Do me thënë duhet të pyesh opozitën shqiptare. Të iki SPAK-u, të shkret për mua, sepse nuk funksionon. Po të kesh një zgjidhje, duhet të kesh një propozim, një ofertë për popullin, dhe këtu është gabimi. Këtu është gabimi për mua e opozitës. Që nuk jep zgjidhje, ose nuk dëgjojnë zgjidhjet që jep, por të paktën s'kam dëgjuar në një zgjidhje. Okej, zoti Beleri, por çështja është goxha e komplikuar, sepse opozita ka në krye zotin Berisha që po shkon 82 vjeç. A jeni ju dakord me ata që mendojnë që zoti Berisha duhet ta lërë vendin të rive dhe duhet të largohet në drejtimin e Partisë Demokratike? Unë jam dakord që duhet të bëhen zgjedhje në mënyrë të pandikueshme një antar një vot, zgjedhje të lira dhe të fitojë më i miri. Ka edhe zoti Trump, që është presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, nuk është më i vogël se zoti Berisha. Për mua problemi nuk është mosha. Problemi është se sa institucionalisht funksionon një parti. Jo, ai Trumpi 2 mandate dhe ikën në shtëpi, o zoti Beleri, po Berisha ka 35 vjet. Berisha nuk i ka marrë kur pushtetin Trump. Pra ata që Berisha ishte në shtëpinë e vet, dikush donte të bënte një politikë për të goditur opozitën, pra për të prishur funksionin normal të stabilitetit të politikës, goditi zotin Berisha dhe e shodhi prapë në vit të parë. Ishte në shtëpinë e vet, 2013 kishte dhënë dorëheqjen. Nuk e di nga u dikuan, kemi çështje penale edhe në Shtetet e Bashkuara Amerikës dhe në Evropë, njerëzit që lobonin kundra Berishës dhe pro Parti Socialiste dhe zotit Rama, të gjithë janë me probleme sot në përballë. Ata kthyen zotin Berisha nga shtëpia e vet prapë në vit të parë të politikës. Është çështje shumë e komplikuar, me thënë drejtën, sepse edhe ai zoti Basha që ishte para zotit Berisha, ai ishte më keq se zoti Berisha, po e ka përcejm këtë sepse ju that një gjë me vlerë që... E shikoni, zoti Tjafoku bët një koment. Keni bërë 3 komente, që zoti Basha është i keq, opozita, zoti Berisha është më i keq, prapë opozita, për zotin Rama që është qeveri nuk keni bërë një koment deri tani. Jo, unë të thash që qeveria është problemi. Si? Tani më shumë se kaj, çfarë të them? Qeveria është problemi, zoti Beleri, opozita është zgjidhja. Qofse ju e kundërshtoni këtë? Jo, unë për mua zgjidhja është opozita, u thash. U thash një kritik konkrete. Nuk ka... Qeveria është problemi, si do ta them tani këtë? Qeveria është problemi.
Problemi, jam I sigurt që qeveria është problemi. Pra, tani, se ju thash që s'bët kritik për qeverinë, jo, të lutem. Duhet të më falni, nuk kam tagrin që të bëj kritik medjave, po e shikojnë në gjithë botën që 70% dhe 10% e kritikave bëhet te qeveria dhe 20% bëhet në opozitë, sepse edhe opozita duhet të rregullohet. Jo, po unë sfutem te ajo, prandaj se unë bëj shumë kritika, se unë I kam përdit këtu në studio. Jeni të drejtë. Okej. Zoti Beleri, në më 21 mars të vitit 1996, unë e kam shumë era këtë, mes Shqipërisë e Greqisë u nënshkrua një traktat I miqësisë me dy vendeve, nga traktati I dytë pas ai viteve 30 që rrodhën ngjarjet ndryshe në luftën e dytë botërore. Të firmosur nga ministri I jashtëm I Shqipërisë Alfred Sereqi dhe ai I Greqisë Theodoros Pangallus. Ai do zgjasë 20 vjet e kishte vlerën dhe mbaronte pra në vitin 2016 me drejt rinovimi me 5 vjet. Pra në 2021 ka mbaruar. Përse nuk rinovohet ky traktat I miqësisë dhe a kemi shanse që kjo të ndodh, zoti Beleri? Unë besoj që jo duhet të kishte ndodhur dhe traktati I miqësisë me dy shteteve, besoj se nga njohurit që kam dhe nga bizetat që kam bërë, po? Ka mbaruar, është si thoni ju nga ana juridike, nga ana zyrtare si thoni ju, po kur nuk denonson një nga dy palët një traktat miqësie është në fuqi derisa të firmohet traktati I ri. Unë besoj se në vizatimet që pritën të bëhen dhe kanë filluar intensivist, kanë në synim për firmosjen një traktati të ri. Do të thënë ju, zot Beleri, ju po jepni një lajm pra mes Shqipërisë dhe Greqisë do firmosen një traktat I ri? Sigurisht po. Po kjo është një gjë shumë mirë. Synimi I përfaqësive është që të, siç thash, të bëjë një ristart me dy marrëdhënie të dy shteteve, të zgjidhen problemet e mbatura në e kaluara dhe të vemi drejt firmosjes të një traktati të ri. Traktati I ri miqësisë. Miqësisë, po. Tani, pjesa më delikate e këtij traktati është ligji I luftës. Tani do ta heqë Greqia atë ligj lufte që edhe ju e thoni shpesh që ai është thjesht formal, po e di si themi ne kur e diskutojmë kështu mes nesh zoti be, po hiqeni ja drejt ligj lufte ose na të shmendat themi. Hiqeni. Se nuk funksionon, sigurisht nuk funksionon, nuk është nuk ka vlerë. Po hiqeni, thoj hoqëm. Zoti Qafoku duhet të bëjmë një bisedë të vërtetë jush. Babai I diplomacisë perëndimore Kissinger kishte thënë që mbi të shteteve nuk ka as miq, as armiq. Nuk ka shtete që janë miqësore apo armiqësore me dy shtyre. Ka vetëm interes. Kur vemi në një negocim, çdo palë vë në tavolinë shqetësimet dhe problematikat e veta dhe është detyrë e shteteve të pastorojnë tavolinën nga këto problematike. Të dy palët I vënë të gjitha të palarat, të gjitha I vënë në tavolinë dhe suksesi I një marrëveshje është se sa pastër do jetë tavolina pas bizetës. Unë besoj, është ashtu që them, që nuk ka asnjë de facto ligji I luftës me api parë ishte apa ambasadën në 72-shin e ndërrimi I ambasadave. E bënë shtarakën në Greqi. Api 285-ën qeveria Papandreou që api kufit dhe u normalizon. Api 3 ishte që siç thaat ju firmosja e traktatit miqësisë. Me këto 3 apa në vetvete ligji I luftës nuk ekziston. Tani palë shqiptare, ndoshta edhe me të drejtë, kërkon një vendim o të presidentit, një dekret të presidentit, ndonjë vendim parlamentit grek. Edhe pse Këshilli I Ministrave e ka hequr këtë ligjin E luftës. Besoj se është një nga problemet që janë më të thjeshta për të zgjidhur me dy palët. Zoti Beleri, më kujtuat në vitin 1987, unë isha adoleshent, dëgjoja stacionet të huaja dhe më kap do të veshi një stacion grek, sepse Radio Iliria në atë kohë nuk e dia të kujtohen, ku nuk e çonim, që madje kanë dëgjuar në gjuhën shqipe mos gaboj ose në anglisht, nuk më kujtohet, që qeveria greke hoqi ligjin e luftës me Shqipërinë dhe jemi gëzuar. Mirë po hodhi poshtë parlamenti pastaj. Besoj e di këtë.
Nuk besoj se ka një vendim të parlamentit grek që ka poshtë. Jo, qeveria greke në vitin 1987 mori vendim që hoqi ligjin e luftës, po ky ishte projekt ligj. E çoi në parlament dhe parlamenti nuk e miratoi. Pra nuk e hoqi ligjin e luftës. Juve ju kujtohet? Mua më kujtohet, po si që thash, nga të gjithë njerëzit që po meditoj që janë ekspertë të fushës. Po? Më ka thënë që de facto ligji nuk ekziston. Pra për shumë nga bashkëbizetuesit e mi as de jure nuk ekziston. Ka shumë, po kaq njohës të mirë të jurisprudencës që thonë që jo ligji ekziston. U thash që duhet të iki në të gjitha rret nga kjo histori dhe të zbardhen në mënyrën që do palë shqiptare. Besoj se në Greki do ketë vesh të hapura për të gjithë këtë çështje. Është çështja me problemet më të pakta, nuk e di pse i japin kaq rëndësi të madhe në Shqipëri. Sepse duke qenë koha e gjatë që jemi rritur me këtë pothuajse, ata, do të edhe unë, edhe gjithë populli shqiptar e pret shumë e vendim, i hiqeni dhe okay, ajo që thoni ju që faktikisht ai nuk ekziston, por njerëzit tani mendojnë që nuk ekziston me që jemi të dy vende antar të NATO-s. Si që thash, problemi në NATO si Bashkimit Evropian është që akoma nuk kemi bërë një. Në NATO jemi, çdo shtet ka interesat e veta. Grekia me Turqinë janë në NATO shumë përpara se të futet Shqipëria, por çdo gjë kemi një citet gati për luftë. Pra nuk të garanton asnjë bashkësi ndërkombëtare marrëdhënie dypalëshe. Marrëdhënie dypalëshe duhet të zgjidhen midis nesh.